Pse duhet bërë seks në mëngjes? Do habit janë i cilat janë nënt përfitimet e pabesueshme që sjell marrëdhënia intime. Nuk mund të mohohet se një nga pjesët më të mira të zgjimit është pirja e një filxhani të freskët të kafes. Por e dini se cila është gjithashtu një mënyrë e shkëlqyer për të nisur ditën tuaj? Duke bërë seks në mëngjes. Kjo është e vërtet. Të bësh seks kur zgjohesh në mëngjes ka më shumë përfitime se pirja e kafes. Seksi i mëngjesit ju ndihmon të kaloni mirë në ditën tuaj të punës. Mund të rrisë nivelet e energjisë dhe të lehtësoj stresin. Të paturit e një orgazme padyshim përmirëson qetësinë tuaj dhe mbi të gjitha ju jeni të lidhur me partnerin tuaj. Për të qenë i sinqert, nuk ka asnjë arsye pse nuk duhet të përfshini seksin e mëngjesit në orarin tuaj të përditshëm. 9 përfitimet të pabesueshme. Trupi juaj është i përgatitur. Mëngjesi është koha e përkryer për seks, sepse sinqerisht, trupi juaj është gati për të. Kjo, për shkak se nivelet e estrogjenit dhe testosteronit janë në kulmin e tyre gjatë kësaj kohe. Pse ka rëndësi kjo? Po një studim i vitit 2013 zbuloi se lipidoja juaj ndikohet nga nivelet tuaja të hormoneve versa më të larta të jenë, aq më i freskët ndiheni. Do të zgjas më gjatë. Duke folur për hormonet, sa më shumë testosterone, aq më i mirë është seksi. Nivelet e larta të testosteronit do të rrisin libidonin e partnerit tuaj dhe do të përmirësojnë funksionin seksual, sipas një studimi të vitit 2007. Një rishikim më i vjetër i botuar në 2000, burimi i besuar gjithashtu zbuloi se nivelet më të larta të testosteronit mund të rrisin forcën e ereksionit. Lëshon hormonin e përqafimit. Oksitocin. Seksi i mëngjesit mund t'ju ofrojë ju dhe partnerit tuaj. Si kështu, seksi prodhon oksitocin, i njohur gjithashtu si hormoni i përqafimit. Oksitocina është substanca kimike në tru që kontrollon dashurinë dhe lidhjen. Kur lëshohet gjatë seksit, do të ndiheni më të lidhur me partnerin tuaj. Është një eliminues i stresit. Dëshironi të shpëtoni nga stresi, më pas bëni seks në mëngjes. Një studim i vitit 2010 zbuloi se aktivitetet e këndshme mund të zvogëlojnë nivelet e hormoneve të stresit. Kjo do të thotë që kulmi përpara se të shkoni në punë mund t'ju vendosë në një humor të shkëlqyeshëm për pjesën tjetër të ditës. Lëshon endorfin. Seksi i mëngjesit prodhon endorfin, kimikatet magjike që lehtësojnë në dhimbje në trupin tuaj që ndihmojnë në rritjen e humorit tuaj. Kjo është arsyeja pse zakonisht ndiheni më të lumtur pasi të keni arritur kulmin. Pra, pse të mos e filloni ditën tuaj me një qëndrim më të fortë. Llogaritjet si një stërvitje. Sigurisht, seksi në mëngjes mund të mos jetë i barabartë me vrapimin në një rutinë për një orë, por gjithsesi është një stërvitje e tmerrshme. Seksi djeg rreth 5 kalori në minutë, sipas një studimi nga shkolla mjekësore e Harvardit. Kjo është njësoj si të shkosh për një shëtitje. Megjithatë, a nuk do të ndiqni të paktën 75 kalori me një mëngjes të shpejtë? Është mirë për trurin tuaj. Dëshironi të jepni fuqi trurit tuaj një nxitje. Seksi i mëngjesit është përgjigja. Studime të shumta tregojnë se duke u zënë liron një përzierje neurotransmetuesish dhe hormonesh, në veçanti dopamina, hormoni i ndjenjës së mirë që mund të përfitojë shëndetin e trurit dhe njohjen. Ai rrit sistemin tuaj imunitar. Sigurisht vitaminat C mund të bëjnë mrekulli për sistemin tuaj imunitar, por po ashtu edhe të qenit i gjallë në mëngjes. Studiuesit nga një studim i vitit 2015 zbuluan se seksi mund të rrisë imunitetin tuaj duke nxitur mbrojtje natyrale të trupit tuaj kundër baktereve, viruseve dhe mikrobeve të tjera. Mund t'ju ndihmojë të dukeni më të rinj. Seksi i mëngjesit mund të jetë burimi juaj i rinisë. Disa ekspert mendojnë se seksi është çelësi për të dukur më i ri, sepse ai çliron oksitocin, beta-endorfin dhe molekula të tjera antiinflamatore. Raportohet se hulumtimet e vjetra sugjerojnë se të bëni seks të paktën 3 herë në javë mund t'ju bëjë të dukeni disa vite më të rinj se njerëzit që bëjnë më pak seks. Orgazmat
madje mund të përfitojnë lëkurën tuaj në disa mënyra.